Mos më thuaj më dashnor, kur nuk do dëgjosh fjalën të dua, gjesti i Egli përplasën sërish, i kthehej dashur. Raporti i gjestit me Eglin ka ndryshuar shumë që kur banorja u rikthye në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP, Egli nuk i qëndron më pranë banorit e nuk kujdeset më për atë siç bënte para se të dilte nga shtëpia. Madje edhe ai kur e fton që të arrijnë bashkë sa për të pirë një cigare, ajo e refuzon. Para ditën e sotme, teksa Egli po hante bukë, gjesti ka shkuar pranë saj dhe ajo i thotë që të ikët të shoh punën e tij. Teksa kur Egli e ka pyetur se çfarë je ti, gjesti ka thënë, dashnori. Kjo fjalë nuk i ka pëlqyer as pak Eglit, e cila është ngritur nga tavolina, i është kundërpërgjigjur me fjalë nga më të ashprat. Dashnori syve që të pëlsasin e dalin, mos e thuaj më, idiot. Dashnori, burri i dashuri, mos përdoret më për mua, s'të ka hije. Teksa gjesti e ka acaruar duke dal nga vetja, duke i thënë, e po me mua mos rri në lidhje. Sipas gjestit, ajo nuk ka pasur ndjenja sepse po ti kishte nuk do t'ishin zhdukur për 9 ditë. Gjesti ka pranuar për të disatën herë se ka pasur një tërheqje fizike për të, por jo ndjenja. Teksa Egli është kthyer me tone të ashpra duke i vënë pika mbi i, kur nuk do ta dëgjosh fjalën të dua, i ka thënë Egli, teksa duket se ajo është rikthyer me forcë se kurrë për ta mbyllur këtë kapitull midis tyre. E megjithatë fansat kanë vëretur se ajo ka ende pëlqim për gjestin, pasi në momente të shumta në shtëpi, teksa gjesti bën një veprim që sharaknete, ajo qesh dhe i shkëlqejnë syt. Duket se truni dhe zemra e Eglit po luftojnë me njëra tjetrën, teksa pritet se ç'do të ndodhë deri në fund të programit.